Nëse ani kozë, bëni mirë ta dëgjoni këtë lajm para se të jetë shumë vonë për ju. Konsumi i kozit ulë riskun e atakut në zemër me 30% te njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Të dhënat e një studimi të Universitetit të Bostonit konfirmojnë se konsumi të paktën 2 racione kozë në javë do të ulë riskun e atakut në zemër te femrat e prekura nga hipertensioni. E njëjta sasi ulë riskun e atakut në zemër ose ishemizë tek meshkujt me të paktën 19%. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shkencëtarët analizuan 55.898 gra të moshave nga 30 deri në 55 vjeç dhe 18.232 burra të moshave nga 40 deri në 75 vjeç. Të gjithë prej pjesëmarrësve në studim vuanin ose ishin të prekur të vuanin gjithashtu nga problemet e tensionit të lartë të gjakut. Kosi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Studimet konfirmojnë se kosi është i pasur me kalcium, gjithashtu edhe me vitaminën D, që ka një rol kyç në mirëmbajtjen e shëndetit të zemrës dhe shkon përtej kësaj, gjithashtu edhe në qetësimin e saj. Justin Budina, autori i studimit, citoi për Daily Mail se kosi është shumë i nevojshëm për shëndetin e zemrës. Sipas tij, konsumi i kosit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë pasi mund të ofrojë më shumë përfitime, sidomos nëse kombinohet edhe me frutat natyrale të stinës. Përfitimet që do të merrni nga konsumi i kosit do të jenë vërtet mirëbërëse. Studimet tregojnë se konsumi i kosit është i lidhur ngushtë me mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe mund të mbajë larg komplikacionet e tij. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të konsumohet me të ëmbla të kripura në mëngjes, në drekë ose në darkë, edhe për një vakt më të lehtë. Përfitimet kryesore që do të merrni prej tij do të jenë mirëbërëse për organizmin. Kosi është i pasur me nivele të mira të kaliumit, kalciumit, gjithashtu magnezit, vitaminës B2, vitaminës B12 e të tjera. Në këtë video do të tregojmë vlerat kryesore që do të merrni nëse shtoni kosin në vaktet tuaja ditore dhe si ndikon ai në organizmin tuaj në tërësi. Kosi, konsumuar në mëngjes, në drekë ose në darkë, mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi i tij, veçanërisht në vaktin e parë të ditës, siç është mëngjesi, mbron sistemin tuaj tretës nga bakteriet e shumta. Ai mund të qetësojë sistemet e rënduara nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Ndaj, shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mbrojtje shumë e mirë për organizmin. Kosi është i mirë në rritjen e imunitetit. Kosi është i aftë të rrisë imunitetin dhe ta bëjë atë edhe më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme të tilla siç janë për shembull zinku, magnezi dhe seleniumi, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore. Kosi është i mirë për tensionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave të Healthline, kaliumi të kosit do të ndihmojë gjithashtu në eliminimin e kriprave të tepërta nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi do të ndihmojë në uljen e niveleve të tensionit të gjakut, duke mbajtur zemrën tuaj më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të mbajë larg edhe infeksionet. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e tyre. Kosi përmban laktobacile, baktere të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin tuaj të kockave, duke i mbajtur ato më të shëndetshme, më të mbrojtura dhe duke evituar kështu komplikacionet që u kanosen atyre nga përditshmëria dhe ushqyerja e keqe. Një filxhan me kos do të ofrojë të paktën 275 mg kalcium. Për këtë arsye, konsumi i kosit që në mëngjes mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, duke i dhënë atyre edhe mundësinë për forcën e duhur për të pasur një mbrojtje më të mirë në aktivitetet tuaja ditore. Shtimi i kosit në dietën tuaj do të përmirësojë florën bakteriale të stomakut.
Kosi përmban probiotik, të cilat do të eliminojnë mikroorganizmat e dëmshëm nga aparati juaj tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose nga diarrea, është e këshillueshme që të konsumoni kosin çdo mëngjes. Kështu, përfitimet e tij në organizëm do të jenë vërtet të plota. Kosi është i mirë të shtohet në dietën tuaj edhe pas aktiviteteve të caktuara fizike. Proteinat që gjenden te kosi japin muskujve aminoacidet e duhura për të uri më këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është gjithmonë në rënje, ndaj shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Në rast se doni të bini nga pesha, shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën në mënyrë të kontrolluar. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës në trupin tuaj do të prodhojnë më pak kortizol, gjë që do të nxjisë organizmin të humbasë më shumë kilogramët e tepërt dhe të evitojë gjithashtu shqetësimet e tij. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mënyrë e çmuar e organizmit edhe për të mbrojtur shëndetin tuaj dentar. Kosi i mbron në dhëmbët nga kavitete të ndryshme. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe rëndësat e forta që ato mund të përjetojnë. Kosi mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj imunitar. Në ditët e sotme është më e rëndësishme se kur të kemi një imunitet të fortë dhe të qëndrueshëm. Shtimi i kosit në vaktet tona ditore do të luajë një rol pozitiv kundër këtyre inflamacioneve dhe të përmirësojë gjithashtu edhe florën bakteriale të stomakut. Ekspertët thonë se kosi është i mirë për shëndetin dhe një i rritur duhet ta ketë pjesë përbërëse të dietave të tij kryesore. Kështu ndikimi në organizëm do të jetë më i fortë dhe mbi të gjitha do të përmirësojë shëndetin tuaj. Nëse doni të keni një florë bakteriale të shëndetshme dhe një zorrë të fuqishme, shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Shëndeti i zorrës mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbarvajtur shëndetin tuaj dhe jetëgjatësinë. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve të duhura ushqyese. Ndaj, shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Një gjë e tillë mund të ndihmojë edhe në proceset tuaja imunitare. Nëse doni të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme, shtoni kosin në vaktet tuaja. Ekspertët thonë se kosi edhe nën produktet e qumshtit janë një përzgjedhje shumë e mirë për t'i dhënë organizmit forcën e duhur dhe për t'i mbrojtur ato nga kavitetet e ndryshme. Ndaj, shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mënyrë pozitive për të nisur ditën edhe për të përmirësuar gjithashtu shëndetin tuaj të kockave. Në mes të problemeve të ndryshme, stresit të punës ose të familjes, çdo gjë mund të largohet edhe me humorin e keq. Ndaj, konsumi i kosit në përditshmërinë e recetave tuaja do të luajë një rol pozitiv kundër këtyre shqetësimeve. Kjo mënyrë klasike mund të përmirësohet edhe me shtimin e kosit në vaktet tuaja ditore. Ekspertët e Healthline e cilësojnë kosin si një prej produkteve më të mira që mund të keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë pozitive në mbarvajtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të keni një imunitet më të fortë dhe një shëndet më të mirë, ekspertët këshillojnë kosin si pjesë përbërëse të dietave tuaja. Së pari, ai është i pasur me lëndë ushqyese të rëndësishme, të cilat mund ta mbrojnë organizmin dhe të mbajnë larg edhe komplikacione të ndryshme të tij. Kosi është çelësi për rritjen dhe përmirësimin e shëndetit, gjithashtu edhe për të parandaluar presionin e lartë të gjakut. Konkluzionet ishin pjesë e një studimi të bërë te femrat për shkak se ato konsumonin më shumë kos se meshkujt. Studimi doli në konkluzionin se gratë që konsumojnë kos të paktën 5 herë në javë kishin parandaluar me 20% riskun e presionit të lartë të gjakut, krahasuar këtu me ato që nuk e shtonin kosin në dietën e tyre, ose e konsumonin atë të paktën jo më shumë se 1 herë në javë. Prandaj shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore mund të jetë çelësi për një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.